Sot është një ditë e veçantë për mua sepse kam lejen të ndaj me ju librin më të ri. Arsyeja e këtij libri pse kemi vendosur të bëjmë këtë libër ose këtë formë me ars malet tek diagnoza, kur vjen te diagnoza malet normal që edhe trajtimi është më i shpejtë, më i mirë edhe për pacientin edhe për profesionin shëndetësor. Vina është formë e veçantë e librit, domthonë nuk është më herë e bërë në këtë format të librit mjekësor apo shkencor të nivelit të tillë. Arsyeja ka qenë se çdo herë edhe në botën perëndimore, në Amerikë, në Angli, në Kanadë, sidomos këto 3 qendra theksoj për shkak se këtu kanë punuar shumë në këtë drejtim që mi vlerësu punëtorëve shëndetësor, mjekëve, këtë rast me ars malet tek diagnoza, kur vjen te diagnoza malet normal që edhe trajtimi është më i shpejtë, më i mirë edhe për pacientin edhe për profesionin shëndetësor. Kemi bërë bajgi gjatë këtë udhtim për këtë libër, duke filluar për studime të mia gjatë specializimit këtu në smundje infektive, duke mbledhur shënime, duke bërë përgatitje për provimin specialistik. Pasandej ka filluar vetëm ideja se të bëhet si libër në formën më koncize, më të thjeshtë, që normalisht nuk është libër për studenta për me mësu smundjen infektive, po ju ndihmon para përfyrjes provim për me përsërit sepse janë gjërat kryesore. Është libër për specializantat të smundjeve infektive, është libër për mjek që të punojnë, domethënë në pjesën e primare të mjekësisë për mjek familjar. Njëkohësisht edhe drejtori i qendrës mjekësisë familjare në Lipjan, që kam pas drejtor në kohën sa kam punuar mjek, ja kemi ofruar librin, e ka lexuar dhe ka bërë bajgi komente të mira se ato vërtet mjaftojnë një mjekut familjar që të ketë këtë libër për rikujtim të smundjeve infektive, se vërtet smundje infektive janë smundje të cilat çdo ditë në baza ditore prek pacientin dhe mjeku ballafaqohet me to. Njëkohësisht edhe normal me ndihmën e profesorët Ilir Tolaj, të cilin domo kemi punuar me të bashkë intensivisht, këshillat, vërejtjet, besa që na ka dhënë gjatë këtij rrugtimit, kemi arritur me ndihmën e Zotit, me ardhur në përfundim që me bë këtë botim, po nuk do të jetë i fundit. Gjithsesi do të jetë edhe libra të tjerë. Gjithsesi ka qenë nuk jo e lehtë, është dorë këtë barën e vet me marr përsipër çdo gjëjes, qoftë lekturimit, qoftë përmirësimit, qoftë grafikës, edhe krejt aspektin finalizimit. Njëkohësisht e falenderoj edhe profesor doktor Arsim Hajdarin, oftalmolog, i cili edhe na ka ndihmuar me aspektin e printimit apo finalizimit të librit përmes optikës së tina OLED. I falenderoj përzemërsisht shumë, ka një vend të veçantë tek unë ai personalitet dhe shpresoj që ai është njëri prej ekspertëve bajgi shumë të mirë në fushën e oftalmologjisë. Sot që edhe për shprehje këtë rast falenderoj dhe njëkohësisht mi tregu edhe përgjithësi opinionit se është prej kolegëve të respektuar dhe profesionistë në fushën e oftalmologjisë. Vështirësi ka. A mundesh m'ia dal? Po. Kemi plan në të ardhmen, nuk e di kur, por do të bëjmë një libër nivelit prap që nuk e ka pas kjo pjesë e Jonja Ballkanit. Pa, gjithsesi. Doktor i ri, një djalë i ri, shumë familjar, shumë kolegial, kam ri për me bo një libër, një manual, të cilin unë për herë të parë po e marrë kështu në dorë, po duket shumë i bukur, kopertina po duket shumë e bukur, dhe shpresoj që po aq të bukura dhe të mira dhe shumë të frytshme kanë me qenë edhe për të gjithë studentët, mjekët e rinj sidomos, po edhe për ne, në qoftë se ki shkru edhe diçka të re që ende na nuk e kemi ndëgju ose nuk e kemi lexu. Doktor Visarin thjesht praktikisht guximin, profesionalizmin, kisha pasur me thonë fillimisht për përvojën tonë në kujdes primar shëndetësor. Ashtu si çdo mjek, edhe doktor Visari ka filluar karrierën në kujdesin primar shëndetësor në Lipjan, ku gjatë kësaj periudhe shumicën e kohës ka shërbyr në shërbimin e urgjencës, një shërbim i cili ka jashtëzakonisht ngarkesë. Doktor Visari me guximin e vet ka marrë një punë dhe një angazhim të madh, i cili ka kurorzuar me këtë libër, në cila është një manual klinik për smundje infektive nxitse tash për çdo mjek të ri, veçanërisht për kujdesin primar shëndetësor, kur për mjekët familjar duhet kenë një vëmendje të veçantë në përzgjedhjen ose thjesht
aplikimin e protokolleve të caktuara që nesër mund të jetë edhe thjesht pjesë e protokolleve tona. Këto janë të bazuara në dëshmi, e këto të gjitha mysari ka bërë të bazuar në dëshmi në formë të trajtimit të cilat neve do të ndërcoj punën shumë. Sot është një ditë e veçantë për mua sepse kam lejen të ndaj me ju librin me temë më të ri. Pasi që thash, dua të falenderoj Zotin për forcën, frymëzimin dhe durimin që më dha gjatë këtij udhëtimit krijues, pa këtë bekim shumë gjëra nuk do të ishin të mundura. Një falënderim të veçantë shkon për familjen time për mbështetjen dhe dashurinë dhe besimin pa lëkundën që më kanë dhënë në çdo hap. Ju jeni arsyeja që të vazhdoj të ndroj dhe të punoj me përkushtim. Gjithashtu, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për profesorët që më kanë udhëhequr dhe frymëzuar, edhe për kolegët e mi që më kanë qëndruar pranë me këshilla, diskutime dhe inkurajime të vazhdueshme. Kontribut juaj është i çmuar për mua. Besoj që ky libër të jetë një burim vlerash edhe njëkohësisht edhe reflektimesh për gjithë ju. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Njëkohësisht kopertina është vepër e doktoresës Vlora, plus bashkëpunëtorët time, si masi doktoresa e pëlqej. Andrejm shumë. Njëkohësisht faleminderit dhe s'po i marr më shumë kohë për shkak të kohës edhe dim që jeni në punë edhe tartë do t'ju jap një kohë për librit. Faleminderit shumë. Gjithë mira. Përzime edhe ju dhe...